Horoskopi ditor e premte, 22 maj 2026. Dashi. Interesa ose kanale të reja për komunikim po ndryshojnë perspektivën tuaj, të dashur dash. Idetë, këshillat ose udhëzimet tuaja mund të dallohen si veçanërisht unike dhe ndoshta të kërkuara, ndërsa dielli dhe urani rreshtohen në sektorin tuaj të komunikimit. Diçka mund t'ju frymëzojë të zgjeroheni me interesat ose studimet tuaja tani, ndërsa zgjoheni në një mënyrë të re të menduarit dhe të shprehurit të vetes. Konsideroni se nëse nuk mund të mbështeteni në kanale të zakonshme për të shprehur veten, kjo mund t'ju ndihmojë shumë mirë të harmonizoheni me ritmet tuaja të brendshme dhe t'i përgjigjeni intuitës suaj më shpesh. Ndërsa ky tranzit është emocionues, një tranzit stabilizues është gjithashtu në lojë sot, duke ju ndihmuar të vendosni themelet dhe të ekuilibroni. Po merrni vendime të zgjuara dhe po i shihni qartë prioritetet tuaja. Demi. Dielli formon rreshtimin e tij vjetor me uranin sot, i dashur Dem, dhe për herë të parë në shumë vite, kjo nuk po ndodh në shenjën tuaj. Ndërsa është ende një thirrje për veprim ose për ndryshim, nuk është aq presionuese ose personale për ju këtë vit. Ajo që bën ky tranzit është të nxjisë nevojën për inovacion dhe frymëzim me biznesin, financat, punën, shëndetin dhe talentet tuaja. Keni vite për të punuar për këtë dhe për ta bërë siç duhet, por sot është një ditë për të përqafuar ndryshimin dhe për të pranuar se paparashikueshmëria ndonjëherë mund të sjellë mundësi të reja emocionuese në jetën tuaj. Mendimi juaj është sipërmarrës dhe po eksploroni cilësitë dhe talentet tuaja më unike. Dëshira e papritur për një artikull të ri të sofistikuar ose për teknologji të re në jetën tuaj të përditshme që ndryshon metodat ose humorin tuaj është e mundur. Ndoshta nuk duhet të prisni që gjërat të shkojnë sipas planit sot, dhe ndërsa kjo mund të jetë shqetësuese në fillim, ajo gjithashtu mund të çojë në realizime dhe devijime të vlefshme. Ose mund të keni një dëshirë të papritur për të çliruar nga gjërat e tepërta ose rrëmuja. Rrethanat janë të tilla që ju bëheni veçanërisht të vetëdijshëm për atë që keni mbajtur si emocionalisht ashtu edhe fizikisht, dhe bëhet më e qartë se si disa nga këto mund t'ju pengojnë në fusha kyçe të jetës suaj. Ndërsa dita përparon, jeni më të prirur të ngadalsoni dhe të merrni në konsiderat detajet. Guximi në fillim të ditës është i mirë, por praktikaliteti dhe gatishmëria për të mbështetur në logjikën e shëndosh, ndërsa dita përparon mund t'ju ndihmojë të fiksoni diçka. Binjakët. Dielli takohet me uranin në shenjën tuaj sot, të dashur binjak, duke sjellë energji të fortë personale në botën tuaj. Po mësoni një mënyrë krejt të re për të jetuar jetën tuaj me uranin në shenjën tuaj, qoftë për thirrjen tuaj të vërtetë, iniciativën personale, prezantimin apo qëndrimin. Liria për të bërë veten është më e rëndësishme për ju se kurrë. Jeni intolerant ndaj kufizimeve dhe kufizimeve sot, ndërsa përpiqeni të çliroheni nga ajo që ju pengon të rriteni. Mund të jeni nervoz dhe ndoshta pak i paduruar, veçanërisht me rregullat ose imponimet. Ndërsa mund të ndiheni rebel tani, e vendosni veten në pozicionin më të mirë nëse i përgjigjeni një nevoje të vërtetë për të bërë përparim në vend që thjesht të reagoni ndaj asaj që po bëjnë të tjerët. Individualiteti, veçantia dhe shpirti juaj i lirë janë të gjitha në qendër të vëmendjes sot. Ndërsa urani ka kaluar tashmë pak kohë në binjak, këta trupa nuk janë takuar që atëherë, dhe kjo lidhje e veçantë mund të ndihet emocionuese, sikur të jeni në prag të diçkaje të veçantë. Udhëtimi i gjatë i uranit në sektorin tuaj të privatësisë në vitet e fundit ishte zbulues dhe ndonjëherë shqetësues, por tani që armiqtë tuaj privat ose demonet personal janë ekspozuar dhe po filloni të kapërceni tronditjen e gjithë kësaj. Jeni gati të filloni nga e para. Për fat të mirë, dita gjithashtu përmban energji të mirë për të organizuar. Gaforja. Tranzitet e sotme hedhin dritë mbi atë që ju frymëzon dhe ju emocionon, të dashur gafore, dhe këto gjëra mund t'ju habisin. Dielli dhe urani rreshtohen në shenjën menjëherë pas shenjës suaj, dhe ngjarjet ose realizimet e sotme mund të hapin dyert për një proces shërimi ose një fillim të ri. Mund të ketë rastësi ose lidhje të improvizuara që ndryshojnë të gjithë fokusin tuaj. Mund të ndodhin gjëra që ndihen të paracaktuara, të papritura ose krejtësisht të çuditshme. Ndërprerjet e vogla mund t'ju ndihmojnë të distancoheni nga sekretet ose situatat vetë kufizuese, duke ju dhënë në fund më shumë liri. Nëse nuk jeni në kontakt me nevojën tuaj për ndryshim, mund të përballeni me shqetësim të brendshëm ose ndjeshmëri sot, të cilat megjithatë mund të jenë zbuluese. Ky rreshtim diell-uran ndodh në sektorin tuaj të privatësisë për herë të parë që kur urani ka hyrë në atë zonë të tabelës suaj diellore.
Ka qenë duke u lëkundur atje, ndoshta duke i trazuar butësisht gjërat për pak kohë tani, por me këtë rreshtim diellor, ka të ngjarë të ndjeni intensitetin e tij. Energjitë e sotme janë gjithashtu të shkëlqyera për të menduar dhe përpunuar, dhe veçanërisht të forta për të përdorur përvojën dhe mençurinë për ta zbatuar atë në një problem aktual. Luani. Dielli sapo hyri në sektorin tuaj shoqëror dhe tani po takohet me uranin e gjallë atje, i dashur Luan. Është një ndikim i fortë në jetën tuaj shoqërore dhe ndjenjën tuaj të komunitetit, si në partneritetet romantike ashtu edhe në ato të biznesit, negociatat dhe marrëveshjet, si dhe përfshirjen në grup. Mund të ketë një lloj fillimi të ri me një mik, ose mund të zgjeroni horizontet tuaja përmes rrjedhëzimit dhe takimit me njerëz interesant tani. Marrëdhëniet ekzistuese mund të rigjallërohen. Ky shtrirje mund t'ju jap një shije të vërtetë për këtë tranzit afatgjatë të uranit. Në fakt, ai do të qëndrojë këtu për 7 vjet të tjera dhe mund të ketë efektin e hapjes suaj ndaj shoqërive të reja. Mund të eksploroni etiketa të reja ose të takoni njerëz që janë shumë të ndryshëm nga ajo me të cilën jeni mësuar vitet e fundit. Disa shqetësime ose ndërprerje janë gjithashtu të mundshme, pasi urani tenton të na ndihmojë të shkëputemi nga fushat e jetës sonë ku jemi bërë shumë të vetkënaqur ose të lidhur për të mirën tonë. Mund të ketë disa emocione ose surpriza sot dhe energjia e freskët është me ju për ide, njohuri dhe misi të reja. Mund ta shihni një shoqat ose projekt në një dritë të ndryshme dhe kjo mund të jetë shqetësuese ose emocionuese, ose ndoshta pak nga të dyja. Topat e lakuar që ju hidhen kanë tendencë t'ju shtyjnë në drejtime të reja. Ndjeni të freskët edhe nëse ka një çorientim fillestar ose prishje të planeve. Ndërsa dita përparon do të shihni gjithnjë e më shumë mundësi përmes mbi të gjitha gjërave përgjegjësive. Thjeshtimi në fakt mund t'ju ndihmojë të uleni në tokë. Virgjëresha. Dielli që rreshtohet me uranin sot mund të sjellë një glënjik ajri të freskët në karrierën, interesat profesionale ose rrugën e jetës suaj, e dashur virgjëresh. Disa stimuj ose përfitime për arritjet ose punën tuaj mund të jenë në skenë. Erat e ndryshimit po fryjnë në këto fusha të jetës suaj me uranin në krye të tabelës suaj, dhe për momentin mund të ndihet si një fllati i këndshëm. Është një kohë e mirë për të kuptuar se ku mund të dëshironi të shkoni. Mbani mend se ndërprerjet e vogla ose ndryshimet e papritura sot mund t'ju çojnë në drejtime të reja. Mund të keni uri për një fillim të ri ose liri më të madhe, për shembull. Jeni pak më të shkëputur se zakonisht kur bëhet fjalë për punën dhe reputacionin tuaj, dhe kjo mund të çojë në lëvizje më të guximshme. Nxitje të brendshme që ju lën të ndiheni rebel ndaj rrugës në të cilën jeni aktualisht ose drejt figurave të autoritetit mund të jenë intensive tani. Është e rëndësishme t'i kujtoni vetes të ndryshoni me kohën në vend që t'i rezistoni asaj që ju ndihmon të rriteni dhe të përmirësoheni. Mund të ndiheni mjaft të gjallë dhe të motivuar, dhe ndërsa dita përparon, energjia e mirë është me ju për të bërë disa punë të forta. Përpjekjet për planifikimin e karrierës mund të jenë të vlefshme tani. Peshorja. Dielli dhe urani takohen në sektorin tuaj të shpirtit dhe aventurës sot, peshore e dashur, duke nxitur një temë zbulimi në jetën tuaj. Kjo mund të jetë një kohë interesash të reja, të pazakonta ose ndoshta edhe rrënjësisht të ndryshme, dhe dielli i vën në qendër të vëmendjes ato tani. Pikpamja juaj botërore po ndryshon dhe ngjarjet tani mund të shërbejnë si katalizator për eksplorimin e ideve të reja. Në fakt, aktivitetet tuaja jashtëshkollore po evoluojnë. Planet arsimore mund të ndryshojnë, ose mund të shfaqet një mundësi e papritur për përvoja të ndryshme. Mund të jetë një përvojë që të hap mendjen, ose një kohë për të gjetur frymëzim duke u zgjeruar dhe eksploruar vende ose tema që nuk do t'i hetonit në një ditë të zakonshme. Idet, qasja ose udhëzimi juaj unik mund të jenë në qendër të vëmendjes. Shkëmbimet intelektuale mund të jenë të frytshme tani. Puna dhe zgjidhja e problemeve favorizohen shumë sot, veçanërisht ndërsa dita përparon. Bëni përpjekje shtesë tani, shpërblimet mund të mos jenë të menjëhershme, por ato mund të jenë të shkëlqyera në të ardhmen. Akrepi. Urani përputhet me diellin në sektorin tuaj të intimitetit sot, i dashur akrep, dhe ju mund të përjetoni një dëshirë të thellë për të bërë ndryshime të thella në personalitetin ose stilin tuaj të jetesës. Nga ana tjetër, nëse nuk jeni në kontakt me këtë nevojë për ndryshim, mund të merrni një thirrje zgjimi ose të përjetoni një ngjarje të papritur që ju nxit të ndryshoni varësitë ose qasjen tuaj, veçanërisht në marrëdhëniet tuaja dhe me paratë. Nëse jeni ndjerë në mëshirën e të tjerëve që duket se po ju tërheqin fijet, kjo është një kohë kur do të dëshironi të çliroheni.
Është një kohë e shkëlqyer për të përmbysur pritjet dhe ndoshta për të thyer disa nga rutinat tuaja të zakonshme në mënyrë që të mund të rriteni dhe të lulëzoni. Çështjet familjare ose shtëpiake mund të jenë katalizator për të bërë përmirësime. Me Uranin, ju mund të desensibilizoheni ose të shkputeni pak në mënyrë që të mund të bëni zgjedhje më të guximshme. Përdoreni këtë energji për të rritur guximin tuaj dhe për të bërë një ndryshim kuptimplot. Kjo është një kohë kur ndjenjat dhe nxitjet zgjohen tek ju, por dita gjithashtu mbart energji të mrekullueshme toksore. Do të shihni humbje kohe për atë që janë dhe mund të hasni metoda që ju ndihmojnë të shtrëngoni punën ose rutinat tuaja. Je në formë të shkëlqyer për punë, kërkime, analiza dhe hetime. Shigjetari. Me Uranin në shtëpinë tuaj të 7 diellore, i dashur shigjetar, shpesh dalin në pa çështjet e lirisë në marrëdhëniet tuaja të ngushta. Në të vërtetë, po bëni ndryshime të reja në mënyrën se si i qaseni partneritetit, ose mund të duket sikur jeta po ju a bën këtë. Sidoqoftë, partneriteti nuk është siç ishte më parë, dhe sot, dielli rreshtohet me Uranin këtu, duke nxjerrë në dritë disa nga këto çështje. Njerëzit mund të sjellin surpriza në jetën tuaj sot, ose mund të zgjoheni nga nevojat e marrëdhënieve për të cilat nuk ishit të vetëdijshëm deri më tani. Mund ta keni të vështirë të pranoni rregulla dhe kufizime, ose mund të zbuloni se një partner ose një mik i veçantë po rebelohet kundër jush. Paparashikueshmëria mund të jetë çorientuese, por gjithashtu mund të çojë në një kuptim të ri të asaj që ju nevojitet nga të tjerët dhe çfarë jeni të aftë të bëni vetë. Nga ana tjetër, përmes kontributit të dikujt tjetër ose mosbesueshmërisë, mund të arrini në një perspektivë të re emocionuese. Mënyrat e vjetruara të lidhjes me të tjerët po lihen më njanë, duke hapur rrugën për përvoja të reja emocionuese. Ndërsa dita përparon, jeni më të prirur të gjeni një fushë përqendrimi dhe të punoni drejt një qëllimi specifik. Ka një ndjesi i kthimi në biznes në këtë moment dhe ju jeni të interesuar për rezultate afatgjata. Bricjapi. Dielli dhe Urani takohen në shtëpinë tuaj të 6 diellore, i dashur Bricjap, dhe është një kohë që sjell energji të re për punën dhe shëndetin dhe kushte të mira për çështjet e biznesit dhe të parave. Gjithnjë e më shumë, ju keni nevojë për një qasje të re ose të ndryshme ndaj mënyrës se si e bëni punën tuaj, si i trajtoni rutinat dhe si e menaxhoni shëndetin dhe mirëqenien, dhe kjo është në një theks të fortë sot. Tranziti i Uranit përmes sektorit tuaj të mirëqenies dhe rutinës do të shtrihet edhe për 7 vjet të tjera, por është e dobishme të zhvilloni strategji për të punuar me të në avantazhin tuaj. Mund të merrni në konsiderat se cilët element të jetës suaj të përditshme, punës ose zakoneve nuk po ju shërbejnë më mirë. Ndryshimet në plane sot mund t'ju çojnë në rrugën drejt zbulimit të metodave të reja për të përmirësuar mirëqenien, punën, shëndetin dhe sistemet të tjera në jetën tuaj. Nëse keni qenë të mbytur ose të kufizuar në punën tuaj ose të kufizuar për të dalë jashtë, atëherë tani është një kohë për të çliruar, duke qenë të vetëdijshëm, sigurisht se nuk po reagoni ose veproni thjesht sipas tekave. Me një tranzit Merkur-Saturn gjithashtu në loj, jeni gjithashtu të bazuar sot. Lënia e një detyre pas mund të jetë e kënaqshme. Ujori. Dielli takohet me Uranin në sektorin tuaj krijues sot, i dashur ujor, duke sjellë një ndjesë ri për të rritje dhe energji të gjallë në jetën tuaj. Mund të dalloheni për krijimet ose personalitetin tuaj unik, ose zgjohet një nevojë për të shprehur veten në mënyra unike. Shenjat tregojnë nevojën që ju të shkputeni, qoftë edhe pak, nga fushat e kontrollit të tepërt ose ato gjëra që shterojnë rezervat tuaja të energjisë. Ky tranzit ju zgjon ndaj nevojës për të bërë ndryshime, për të rritur dhe për të përmirësuar. Mund të ketë ndërprerje, devijime ose emocione me çështje që lidhen me dashuritë, pasionet, hobit dhe ndjenjat tuaja. Planet mund të ndryshojnë në minutën e fundit, duke mundësuar përvoja më të lira dhe frymëzuese. Është shumë më mirë të identifikoni se ku ndryshimi është i nevojshëm për jetën tuaj sesa t'i rezistoni atij dhe t'i bllokoni gjërat më tej. Ndërsa dita premton emocione, në fund të saj mund të jeni në një mendësi mrekullisht realiste. Detajet që ju shpëtuan në të kaluarën mund të bashkohen tani dhe kujtimet janë veçanërisht të arritshme. Peshqit. Tranzitet e sotme ju lënë me një ndjesi se jeta juaj personale ose bota familjare ka nevojë për një qasje krejt të re, të dashur peshq. Dielli dhe Urani bashkojnë forcat në shtëpinë tuaj të 4 diellore të shtëpisë, zemrës dhe familjes, dhe dëshira për të rritur, përmirësuar dhe ndryshuar mund të jetë intensive. Në vend të kësaj, ndryshimet duket se po vijnë drejt jush dhe rregullimet janë të nevojshme.
Drejtimet që merrni mund të jenë shpërblyese, ndoshta edhe duke çuar në disa mundësi të mira. Është e mundur që ju nevojitën ndërprerje të vogla në rutinën tuaj që jeta juaj të ecë përpara. Kthimi në të njëjtat qasje të vjetra të kushtëzuara në marrëdhënie ose zakone vetëm sa do t'ju frustrojë sot, prandaj synoni të bëni përparim me një stil ose plan të ri. Në këtë mënyrë mund të shkëputeni nga forma që të tjerët kanë krijuar për ju. Me harmoninë e Merkurit dhe Saturnit sot, zgjidhja e problemeve është e fortë. Nuk shpërqendroheni aq lehtë, duke përmirësuar fokusin tuaj. Një qasje e duruar dhe e rregullt funksionon mirë tani, duke ndihmuar të paktën në lehtësimin e stresit dhe në rastin më të mirë në arritjen e një farë përparimi. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja. Për ju një like nuk kushton asgjë. Për ne është një ndihmë e madhe.